Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet e përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun të madhëruar, mëshirues të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Sërish e lutem Allahun të madhëruar, mëshirues të na falë gjunahet, gabimet tona, të na mbulojë të metat tona. Dhe gjithashtu e lutem Allahun e madhëruar të na ruajë, të na mbrojë prej të këqijave të vetëve tona, të këqijave të punëve tona. Atë njeri që Allahu i madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbë ajo rrugë. Dhe atë njeri që Allahu i madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të veprës së tij, për shkak të punës së tij të padrejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë sërish në rrugën e drejtë përveç Allahut të madhëruar. Dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar, i vetëm dhe i pashok, krijuesi i gjithësisë, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut, krijesa më e mirë, pejgamberi më i mirë, robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të madhëruar. Fjala më me vlerë është fjala e Allahut të madhëruar, Kurani famlart. Dhe udhëzimi më i mirë për ne dhe për tërë njerëzimin është udhëzimi i profetit tonë Muhamedi alayhis salam. Dhe punët më të këqija dhe më të rrezikshme janë shpiket në fe. Janë shpiket risit në fe, të cilat i shpikin njerëzit duke i dhënë përparësi mendjes logjikës së tyre para argumentit. Nga shkaqet që njerëzit sot, muslimanët, disa prej tyre shpikin në fe gjëra që s'janë për saj, nga shkaqet më të rrezikshme janë kur ata i japin përparësi logjikës së tyre para tekstit hyjnor, para ajetit kuranor dhe para hadithit profetik. Dhe këto janë punët më të rrezikshme, sepse feja e Allahut të madhëruar është e plotësuar, është e përsosur dhe nuk ka nevojë për shtesa as mangësi. Dhe kush vjen me diçka që nuk është prej saj, çka hadithi profetik, hadithi Aishës, men ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik diçka në fen tonë, në çështjen tonë, diçka që nuk është prej saj, është e refuzuar, është e papranuar. E lutem Allahun e madhëruar të na japë dije të dobishme, dije e cila ka fryt të saj devotshmëri. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që çfarë dëgjojmë për të mirave, për dijes të dobishme ta zbatojmë atë në jetën tonë. Dhe e lutem Allahun e madhëruar që dijen që marrim të jetë argument për ne ditën e madhe, ditën e gjykimit dhe jo kundër nesh. Të dashur vëllezër, përgjithësia o xhallarëve, për këtyre jam dhe unë, dhe njeriu ndonjëherë ndjek një rrugë, pason një rrugë në jetën e tij, dhe nuk e di subhanallahu se si do marrë jeta e tij, deshi Allahu dhe ju futëm rrugës së dijes, por se nuk e dishim sa amanet i madh është të jesh hoxh, të jesh udhëzues i të tjerëve në këtë fe. Aq i madh është shpërblimi dhe aq e madhe është përgjegjësia. Prandaj njerëzit më të mirë janë ato të cilët janë njerëzit e dijes, të vërtetë, të sinqertë, që punojnë me dijen e tyre dhe udhëzojnë të tjerët në rrugën e drejtë me argumente, me dritë nga Allahu i madhëruar. Dhe janë për atyre që fjala e tyre përputhet me veprën e tyre. Dhe janë shembull i mirë për ata që i rrethojnë. Dhe me të vërtetë përgjegjësia është shumë e madhe t'ju flasësh njerëzve, është shumë e lehtë. Thehet ndoshta edhe në një kënaqësi, pra kur ti gjithmonë je në pozicionin e këshilluesit. Por se pasha Allahun, përgjegjësia është shumë e madhe. Është shumë e madhe sa mendon ndonjëherë thua, të shkojmë në një vend, të largohem, mos më njohë askush që jam këshillues,
Sepse, subhanallah, gjithmonë akuzojmë veten, a jemi për atyre që ne këshillojmë, por se sa më shumë të këshillosh, aq më shumë shtohet përgjegjësia dhe ndjeshmëria e përgjegjësisë ndaj vetes. Pra, çdo kush për nesh e ndjen amanetin që ka mbi supë. Çdo besimtar, çdo musliman. Por sa amaneti më tepër ndjehet ku përveç që je një besimtar, pra i thjesht, kur ti merr dhe përgjegjësinë e këshilluesit, pra të imamit, të hoxhës, të dietarit, do të themi, përgjegjësia është shumë herë dhe më e madhe. Dhe lutë Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që janë të shpëtuar. Dhe Allah na dhënë sinqeritet në fjalët tona dhe qofshin shkak për mirë në rast të parë, pra fjalët tona qofshin shkak për mirë për vetët tona rast të parë, gjithashtu edhe për ju. Pra e lutë Allahun që fjalët që do flas nuk do bëjnë mua në rast të parë, pastaj juve dhe gjithashtu. Të dashur vëllezër, tema sotme siç e kam njoftuar dhe hoxhën e nderuar Llajën e dashur dhe Biun, është rreth muajit Shaban dhe mirëpritjes së muajit Ramazan. Gjëja e parë që dua ta filloj këtë ligjërat është që të kujtojmë se besoj në këtë xhami mendoj se është mbajtur gjithashtu para një viti një ligjërat e tillë, prapërsisht. Ka një hoxh tjetër ndoshta nga hoxha i xhamisë ose një hoxh tjetër. Sepse Allah shpëlbeft hoxhën e nderuar e ka zakon që fton gjithmonë hoxhallar të ndryshëm që përfitojnë xhamati dhe të tjerë. Dhe subhanallahu vërejmë se sa shpejt shkoi një vit. Erdhi Shabani tjetër, në muajin Shaban, muajin e 8 të hijretit, në radhitje, muaji 9 është Ramazani, muaji 7 është muaji Rexhep. Erdhi muaji Shaban. Kaloi një vit. Sa shpejt kalojnë vitet, muajt, ditët, orët, dhe kur ti le pas një muaj, mbaroi pra muaj Shabani vitit kaluar, erdhi Ramazani, kalove Ramazani, thu, do vi Ramazani tjetër, inshallah e kap. Vjen Shabani, i atij viti që ti the, inshallah do vi, dhe erdhi. Dhe besoj se bashkë me ne ka pasur besimtar musliman që kanë agjëruar vitin e kaluar, ose e kanë kapur Shabanin, por se sot nuk janë. Dikush ka pas babain, gjyshin, vllajin, një të afërm, një komshi, një xhamatli. Kena pasur saf. S'është më. Kjo tregon që jeta është shumë e shkurtër, vdekja vjen befasisht, askush nuk e di se kur do i vijë xheli. Shpreson gjithmonë që Allahu t'i japi jetë të gjatë dhe punë të mira, sepse besimtari nuk e kërkon jetën e gjatë thjesht për të jetuar, për të ngrënë, për të pirë. Por se qëllimi është të shtojë punët e mira dhe të shtojë pendimin, kthimin tek ai. Prandaj në perceptimin e muslimanit, në kuptimin e tij, në lidhje me pozicionin që ka ai në lidhje me jetën, ne nuk kërkojmë jetë të gjatë thjesht për të jetuar, për të ngrënë, për të pirë dhe për të gëzuar me atë që na rrethon. Sepse ajo ditë që nuk ka pendim tek Allahu, dhe ajo ditë që nuk ka shtim të punëve të mira, por se të kundërtën ka gjunahe, ka shkelje të kufive të Allahut, atëherë përse po jeton atë ditë? Për të shtuar vetes tënde gjunahet dhe shkaqjet e dënimit, Allah na ruaj. Prandaj besimtari shpreson gjithmonë që Allahu t'i japi shëndet, ka ardhur në lutjen profetike, o Zot, më jep shëndet në iman. Dhe iman pra në besim, dhe iman në moral të lartë. Ne e lutim Allahun e madhëruar të na japi shëndet të plotë, na japi besim të fortë, të harrim sezonet e begatshme, në të cilat Allahu i madhëruar ka ligjëruar adhurime shumë madhështore. Këto adhurime Allahu i madhëruar i ka ligjëruar për të vërtetuar qëllimin kryesor të krijimit të njerëzit,
që është njësimi i Allahut me adhurim. Pse Allahu ka ligjëruar namazin? Pse Allahu ka ligjëruar zakatin? Pse Allahu ka ligjëruar agjërimin? Pse Allahu ka ligjëruar haxhin? Për të madhëruar emrin e tij, liukebbirullaha, për të madhëruar emrin e Allahut azza wa jall, Allahun e madhëruar, për ta njësuar atë të vetëm. Se si shprehet njësimi i Allahut? Shprehet me zemrat tona, shprehet me gjuhët tona, shprehet me veprat tona. Dhe adhurimi që është në vazhdimsi gjatë tërë jetës, dhe nëse ne përmbajmë një adhurimi në vazhdimsi deri në frymën e fundit, tregon dhe dëshmon për ty si ke qenë i sinqert inshallah në besën që i dhe Allahu azza wa jall. Të japësh shahadetin, të dëshmosh shahadetin është besë dhe premtim që i bërë Allahu azza wa jall. Dhe besimtari mundohet të jetë besimtar me zemrën e tij rreth parë, me gojën e tij dhe me gjymtyrët e tij. Dhe këto adhurime, siç është adhurimi i agjërimit të muajit Ramazanit, që është gati pas 3 javësh e pak, ose 3 javësh, është një nga adhurimet më madhështore që besimtari dëshmon besimin e sinqert të tij, dëshmon adhurimin e sinqert të tij ndaj Allahut të madhëruar. Allahu i madhëruar në hadithin kutsi, illa as-sawm fa huwa li. Vetë agjërimi, pra, është i veçantë në shpërblim. Ai është vetëm për mua dhe unë shpërblej për të. Prandaj besimtari gëzohet kur Allahu i dha jetë, të arrijë një muaj të bekat si Ramazani, të arrijë një muaj si Shabani gjithashtu. Edhe Shabani është nga muajt e veçantë në shariatin tonë, në fen tonë. E merr veçantinë e tij për disa arsye që i përmendim inshallah në gjiratën e sotme. Prandaj ne gëzohemi që kaloi një vit dhe arritëm sezone të begatshme, në të cilat ne shpresojmë të vërtetojmë me punët tona besën që i kemi dhënë Allahut të madhëruar. S'ka kuptim jeta të jetë një jetë thjesht për të ngrënë për të pirë, pa qëllimin, pa vërtetuar qëllimin kryesor të krijimit tonë që është tauhidi i Allahut. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për ndonjë qëllim tjetër, por vetëm të më njësojnë mua në adhurim, të më veçojnë mua në adhurim. Dhe elhamdulillah që Allahu deri tani na ka dhënë jetë dhe shëndet, alhamdulillah. Po prap, a ka dikush sigur që thotë, po, e arrita Ramazan. Prap jemi në frikë. Frika duhet na shoqërojë deri në momentin e fundit. Lutë Allahun e madhëruar, mos tish për atyre që është i sigurt. E arrita Ramazan. Nuk e di. Allahu do për te që shikoj një zemër të friksuar, të përullur, dhe e kërkon me ngulm, pra shpreson shumë të arrijë Ramazanin, dhe ka frikë nga vdekja se mos i vjen. Nuk ka frikë nga vdekja se do të jetojë gjatë, si janë mbretërit për të epshet e tyre. Dëshiron sepse do të kapi Ramazanin, dhe të lexojë Kur'anin në Ramazan, do ta agjëroj për hir të Allahut në Ramazan, do të falet për hir të Allahut në Ramazan. Për këtë gjë. Do që dhe fëmia e tij të fillojë të vit të agjëroj Ramazanin. Pra dëshiron, e ndoron për punë të mira. Nuk ndoron të shikoj telenovela në Ramazan. Nuk ndoron se do hajnë gjëra të mira në Ramazan. Do shtrohen sofrat për ngrënë sa më shumë. Jo, përkundrazi, këshillohet që në Ramazan besimtari ta paksoj edhe iftarin dhe suhurin. Në çfarë ta paksoj? Mos ngopet deri në fund, se po ka frikë se mos po vdes nga uria. Si disa kështu, hajde sa më shumë thotë. Pse? Se mos tani dimër je, që është shumë e shkurtër dita. Nuk po vdes askush nga disa orë ndalese të ushqimit dhe të ujit. Subhanallah. Prandaj besimtari gëzohet që u afrua. E si ajo sekt, që ti pa afrohesh një qytet, një vend i bukur që ti e do. Afrohesh dhe ndëron të shkosh tek ai.
por se këtë në kotë shëqiron frika. A da arrit dot? Pra kjo është shfaqe. Ta shikoj Allahu zemrën tënde, nuk ka nevojë për njerëzit. Që është zemra që ai po mallëngjehet për këtë muaj. Një zemër e cila kërkon të arrijë këtë muaj. Një zemër që përgatitet. Ramazani nuk është thjesht një muaj kështu. Ne vërejtëm se si ata, kush ata hoxh? Ata që nuk janë musliman. Ata që nuk duan të jenë musliman. Ata që refuzojnë Islamin. Që në nëntor, që në fillim dhjetorit, që në fund nëntorit filluam me zbukuru. Në një mënyre me i bërë madhërishme ditët e festave të tyre. Kurse muslimani ka gjithë arsyet për ta ndjerë madhërimin e tyre ditëve. Shabanit, Ramazanit, muajve të haxhit. Haxhiu kur shkon haxh, ai që në tjenë thëtë, ua, ku jam, thëtë. Dunë që më fluturon, ai që ka ndërru për herë. Prandaj, alhamdulillah, që Allah në dha jetë deri në të moment. Dhe lusim Allahun të na japi jetë dhe shëndet plot, dhe besim, dhe dashuri për punë të mira, dhe lehtësim në kryen e punëve të mira, dhe sukses, se suksesi është vetëm nga ai. Dhe ta agjërojmë këtë Ramazan me sinqeritet, duke llogaritur shpërblimin e tij. Të falemi në këtë Ramazan me sinqeritet, duke llogaritur shpërblimin e tij, sepse hadithi tregon se kush i bën të dyja me sinqeritet, duke llogaritur shpërblimin e tij, agjërimin dhe faljen, janë falur gjunahet. Ato gjunahe që janë shkak për çdo gjë të keqe, në të dynja dhe botën tjetër, për njeriu. Të dashur vëllezër, kishte një hyrje, si më thënë. Allahu i madhëruar është Zoti i gjithçkaje, dhe çdo gjë posti është krijesë e krijuar për ti. Allahu është i shenjti dhe ai bën të shenjtë dhe ngren, lartëson këtë dojë nga krijesat e tij. Lartëson njerëz, se shlartësoi kë? Profetin ton, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e bëri krijesën më të mirë, profetin më të mirë, bëri nga profetët të jenë më të mirë 5 profetë. Nga ta 5 më i mirë kush është? Profeti vetë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu zbriti fjalën e tij dhe ka fjala e tij për zgjodhje, dhe bëri që fjala më e mirë të cilat jetë Kurani. Allahu krijoi kohën. Dhe kohën e ndau në vite, dhe vitet në muaj, dhe muajt në ditë, në javë, dhe javët në ditë dhe në net, dhe netët dhe ditët në ora, në orë. Bëri muaj më të mirë, është muaj Ramazanit, nata më e mirë, nata e Kadrit. Xumaja është dita më e mirë. Këtë vlerësim, këtë shenjtëri, këtë lartësim të këtyre muajve, ditëve, netëve, ora më e mirë, ora ditëve të xumas, që është orë që Allah pranon lutjen. Ose dita më e mirë gjithashtu është dita e Arafatit. Këto vlerësime kush i bën? Ne jemi fetar, çdo fetar, jemi besimtar, jemi musliman, dorëzuar në çdo gjë lidhur me Allahun azza wa xal. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë për Allahun. Ne nuk e lidhim gjërat pa kuptim. Ne nuk e shenjtërojmë njeriu në vetveten e tij. I vlerësuar dhe i lartësuar është ai i cili Allahu e lartësoi. Por normalisht për të lartësim dhe të vlerësim dhe të shenjtëri ka shkaqe tek njerëzit. Shkaku më i madh është imani dhe devotshmëria. Është pasimi i profetëve. Është pasimi i fjalës Allahut azza wa xal në çdo kohë, në çdo vend. Allahu thon në Kur'an, me të vërtet, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi, me të vërtet, numri i muajve tek Allahu i madhëruar është 12. Në librin e Allahut ditën që kur krijoi qiellin dhe tokën, 4 prej tyre janë të shenjtë. 4. A lejohet diku thot pse 4, 5?
Pse 4-3? 4 deshi Allah. Ati të kanë zgjedhja, ai është krijuesi. Lahul khalqu wal amr, ati të kanë krijimi dhe urdhërimi dhe zgjedhja. Subhanallah. 4. Cilat janë muajt e shenjtë? Dhul-Qa'da, bani më. Se është prej identitetit ton të njihemi me simbolet e fesë tonë. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram, Rajab. 10, 11, 12, 1 dhe 7 në radhiti. Muaj 11, Dhul-Qa'da. Muaj i Dhul-Hijjës 12 i fundit, sipas kalendarit hënor të Hijrit. Muharrami është muaj i parë. Rajabi është muaj i 7. Mas Rajabit kush vjen? Kush vjen? Shaban. Shabani është muaj i 8. Është një muaj para kujt? Ramazanit. Muaj i 9, mani me, është Ramazani. Pra, të dhëna ose dije, njohje që du t'i mësojmë ne fëmijët tanë, t'i dinë. Sepse është pjesë e hewijes, pra përkatësisë sonë si musliman, si përkatësi që keti në të fe. Dhe muajt e shenjtë kanë vlerën e tyre. Punët e mira shumë fishohen, kanë bereqetin e tyre, kanë shenjtërinë e tyre që nuk lejohet luftimi, vrasja. Gjithashtu, punët e këqija, padrejtësia është më e keqe, më e rëndë, më e rrezikshme në këtë muaj. Muaji Shaban është nga muajt e shenjtë? Jo. Muaji Shaban është nga muajt e shenjtë? Jo. Cili është argumenti që ne vlerësojmë muajin Shaban? Në argument, që kemi argument në fenë tonë? Kuranin dhe Sunetin. Aisha radhiyallahu anha dëshmon, gruaja e profesorit nëna besimtarëve, radhiyallahu anha, Allahu që kënaqet me të, thot, profeti alayhis salam. Fal? Po. Allah ndërroft. Ti marrë me radhë. Allah shpërblet të mira. Kujdesesh profeti sallallahu alajhi wasallam për të muaj, për hënën e parë që dilte. Kujdesesh se kur hynte ky muaj, për kujdesur për ditët e këtij muaji. Hadithi tjetër, nuk ishte muaj që profeti sallallahu alajhi wasallam kujdesesh më tepër se muaji Shaban, përveç Ramazanit normalisht, por në krahasim me muajt e tjerë. Dhe nuk ka agjëruar, nuk kujdesesh me agjërim për ndonjë muaj më shumë se muajin Shaban, përveç Ramazanit. Kjo është shkaku i parë, pse ne e vlerësojmë muajin Shaban. Gjithashtu, po në hadith, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ky muaj është një muaj që shumica e njerëzve neglizhojnë. Pse? Sepse ai qëndron midis dy muajve madhështor, muajin e shenjtë Rajab dhe muajin e Kuranit të agjërimit që është Ramazani. Dhe njihet që kur diçka, pra që është më pak në vlerë, qëndron midis dy që kanë vlera të mëdha, njerëzit neglizhojnë. Për këtë gjë, shariati, pra në këtë rast profeti sallallahu alajhi wasallam, thotë, pra me veprën e tij tregon dhe me fjalën e tij që duhet ta vlerësojmë këtë muaj, shumë ta vlerësojmë. Kujdesemi që t'i shtojmë punët e mira në këtë muaj siç thuam në Rajab dhe siç do veprojmë inshallah në Ramazan. E kuptuat? Pra është një muaj që shumica e njerëzve e neglizhojnë dhe nuk u japin rëndësi. Shkaku tjetër është sepse në këtë muaj, por në hadith ka ardhur, në ditën hadith, sepse Allahu i madhëruar i ngren punët e robit në muajin Shaban, që të ngritja vjetore. Allahu i madhëruar i ngren punët e robëve të tij çdo ditë. 2 herë në ditë, një herë natën, një herë ditën. Pastaj quhet ngritja ditore. Ngritja javore është ditën
e hën dhe tend. Dhe ka ardhur dëshmia nga profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe unë thot dëshiroj, pse ka agjëruar ditë hën dhe tend, dëshiroj që kur punët e mia të ngrihen të jem agjërueshëm. Dhe muaji i Shaban me të njëjtën hikme, me të njëjtën urtësi, thot dhe unë dëshiroj të agjëroj muajin Shaban, sepse dua që kur të ngrihen punët e mia tek Allahu i Madhëruar, të jem agjërueshëm, të jem në punë të mira. Dhe shkaku i katërt është se muaji Shaban konsiderohet muaji i përgatitjes për Ramazanin. Muaj që ne përgatitemi për të pritur Ramazanin. Është quajtur muaj i lexuesve të Kuranit. Dhe prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka ardhur transmetime që e ka agjëruar tërë Shabanin. Ka transmetime që thotë e ka agjëruar tërë Shabanin. Ka transmetime që thotë që s'ka agjëruar muaj të plot përveç Ramazanit. Pra kemi argumente që tregojnë që e ka agjëruar tërë Shabanin, sa ka bashkuar midis Shabanit dhe kujt? Dhe Ramazanit, 2 muaj përbashkë. Dhe ka argumente, po nga Aisha, që ka dëshmuar të parën, që ka thënë e ka agjëruar të tërën, po Aisha radhiyallahu anha ka thënë dhe ka agjëruar shumicën e Shabanit. Dhe nuk ka pasur ndonjë muaj që e ka plotësuar të tërin përveç Ramazanit. Kjo është e njëjta dëshmi që ka thënë dhe Abdullah ibn Abasi në lidhje me agjërimin e muajit Shaban. Prandaj është për sunetit që besimtari ta agjëroj shumicën e muajit Shaban. Ta agjëroj shumicën e muajit Shaban. Në lidhje me atë që thamë fillim, është një dobi që duhet ta përmendim, te shkaku i tretë, kur një adhurim për të cilin ka argument, kur një adhurim për të cilin ka argument nga Kurani dhe Suneti, nuk praktikohet më ose neglizhohet, shpërblimi është shumë fish për atë i cili e ringjall veprimin e këtij adhurimi. Duke bazuar dhe ke shkaku pse ka ardhur që profeti e agjëronte Shabanin. Për shkak se Shabani mos neglizhohesh si muaj për të shtuar punë të mira, si përgatitje për Ramazanin. Dhe dietarët kanë zgjedhur një rregull, që çdo ibadet i cili neglizhohet dhe për të ka argument, atëherë është shumë e pëlqyeshme dhe shumë e mirë që besimtarët ta rikthejnë, ta veprojnë këtë adhurim që neglizhohet nga shumica e besimtarëve. Dhe në këtë rast, shpërblimi është më i madh. Për shkak kujt? Për shkak të ringjalljes të kësaj pune të mirë që është harruar. Në lidhje me muajin Shaban, ka disa hadithe të tjera që tregojnë se nëse ju arrini menzin e muajit Shaban, çfarë do të bëjmë? Mos agjëroni. Ka hadith i saktë. Kur të arrini, pra kur të vi mezi i muajit Shaban, mos agjëroni. Në mes, hadith tjetër, në mezin e Shabanit ndaloni agjërimin. Derisa shikoni hënën e Ramazanit dhe agjëroni. Një mendim të dietarëve thonë që këto hadithe, me që janë më të dobta në isnad, në senet, në zinxhir, nga hadithet që tregojnë që e ka agjëruar shumicën ose të tërin, thonë janë dobta. Por se saktë është nuk janë dobta. Janë sakta, por duhet të japi kuptimin e saktë. Se si ta kuptojmë tamam këto hadithe. Qëllimi është të dietarët për atë i cili mendon se ka pra është e veçantë agjërimi në mesin e muajit Shaban. Pra ka një veçori të veçantë. Veçohet agjërimi nëse fillon në mesin e Shabanit.
Kush e fillon, pra nuk agjeron në fillim dhe ka mundësi të agjeroj, po e vonon agjerimin deri në mezin e muajit Shaban. Për këtë arsye se ai mendon, ka besim të gabuar se veçoria është nëse ti, pra e mira është dhe suneti është nëse ti e fillon agjerimin në mezin e Shabanit, atëherë kjo është pa pëlqyeshme ose e ndaluar ta agjerosh Shabanin duke filluar në mes të tij. Kjo është kategoria e parë ose shkaku i parë pse ndalohet agjerimi nëse fillon në mes të muajit Shaban. E dyta është, ka për njerëzve të cilët e fillojnë ose agjerojnë në mes të muajit Shaban ihtiyatun, për të qenë sigurt për të kapur Ramazanin. Ka persona që e fillojnë 2 javë para agjerimin e kujt? E Ramazanit, me qëllim që të kapin Ramazanin, se thonë llogaritet për llogaritjet e njerëzve janë njerëzore, thotë gabojnë. Për qenë të sigurt, atëherë fillojnë 2 javë para. Prapë kjo është ndaluar. Çka ardhur hadithin tjetër që quhet hadithi i kujt? Agjerimit të dyshimit, ditës dyshimit. Mos e paraprini Ramazanin me 1 apo 2 ditë para. Por se agjeroni nëse shikoni hënën. Nëse nuk shikoni hënën, çfarë bëhet? Do të plotësoni 30 ditë. Pra nëse shikoni hënën nga ret dhe plotësoni Shabanin 30 ditë dhe filloni Ramazanin, normalisht flasin për ato vende që ecin me hënën, me shikimin e hënës. Kjo është shkaku i dytë që ndalohet agjerimi nëse fillon në mes të muajit Shaban. Po nëse ti ke pasur arsye që të ka ndaluar të agjërosh në fillim të muajit Shaban, dhe u lehtësove, pra pa të ke mundësi të arrit të agjërosh, a duhet të agjëru? Po. Është e përqyeshme të fillosh dhe në mes të muajit Shaban, s'ka diçka që pengon, sepse ti ke pasur një arsye. Ke pasur një arsye që të ka ndaluar të fillosh agjërimin që në fillim të Shabanit. Gjithashtu, në lidhje me agjërimin e muajit Shaban, ka ardhur gjithashtu në lidhje me ato të cilët kanë kaza nga Ramazani i kaluar. Nëse ka lënë një ditë me arsye, dhe nuk ka agjëruar. E pëlqishme është që kazaja do të bëhet më një herë, ta përshpejtoj. Dhe mos e vonoj, e pëlqyeshme. Detyra është që mos ta kapi Ramazanin tjetër pa e agjëruar atë ditë që ka pasur kaza. Dhe nëse ai e vonon, atëherë merr gjuna, kërkohet pendim prej tij dhe gjithashtu ai duhet të agjëroj pas të mëroj Ramazanin që e kapi, po plus sajt bëj dhe fidje, shpagim duke ushqyer një të varfër për çdo ditë që ai e la para kazaje pa agjëruar, pa arsye. E kuptueshme? Apo s'e kam? E kuptueshme? Atëherë, po edhe agjërimi i kazas kërkon niyet para se me ardh para fexhrit, pra natën. Nuk lejohet të agjërosh, pra të fillosh agjërimin ose të bësh kaza një nga ditët që ke lënë nga Ramazani, pasi ti e çuar, ti kujtuar tani të agjërosh, e thu, po e bëj sot një ditë agjërimi, të çlij ditën që kam lënë më pas. Po duhet që natën parë. Po. Po. Amin. Dhe gjithashtu është ndaluar ta prishësh, siç është ndaluar të prishësh ditën e Ramazanit. Është nafilja, nëse ti dëshiron ta prishësh, të lejohet. Për një arsye, ka një mik ke shtëpia, diçka tjetër. Por se ke farzi, nuk lejohet, edhe ke kazaja, edhe ke shlyerja e një dite që ti ke lënë. Pastaj ke çështja e kazas ka nevojë për një mësim të veçantë, lidhen se ka të bëjë me të vdekurin, i cili ka qenë i sëmur, për sëmundjen e cila shpresohesh shërohesh, për atë që nuk shpresohesh shërohesh, për gruan shtatzën, që friksohet për fëmijën, që friksohet për veten e saj, ka gjykime të veçanta që kush dëshiron të pyesi mas mësimit e lejmë këtë pjesë.
Inshallah. Atëherë kemi një çështje shumë të rëndësishme që lidhet me mezin, natën e mezit të muajit Shaban, që quhet nata 15. Kemi një namaz që quhet namazi i mirekatëve. Keni dëgjuar ndonjëherë? Namazi i mirekat apo jo? Ky namaz disa mendojnë që është sunet, të falet. Po s'ka argument. Dietarët thonë, çdo hadith që ka ardhur, që tregon se duhet të bërë një punë e mirë në natën 15 të muajit Shaban, është hadith o i dobët, o i trilluar. Mani mendën. Dhe njëherë. Çdo hadith që ka ardhur, që tregon se duhet bësh një namaz, një lutje, një dhikr në natën 15 të muajit Shaban, isnadi i tij, zinxhiri o është i dobët, o është i trilluar. I vetmi hadith që është i saktë, është hadithi që thot profeti sallallahu alajhi wasallam, është hadith hasan, e ka për të mirë Sheikh Albani, Allahu më shëroft, dhe subhanallahu po gjuaj një herë nga dietarët e Medinës, është shumë e dobishme dhe shumë na prek neve si shqiptar. Ai marrë ligjërat një orë, Sheikh Sulejman Ruheli. Fliste për Shabanin, për mirëpritjen e Ramazanit. Në 89% haditheve, thoshte, Sahahu Albani. E saksoj Albani. Pra, hadithe që ishin jashtë Buhariut dhe Muslimit, normalisht. E saksoj Albani. Rawahu Abu Daud, e saksoj Albani. Rawahu Nesai, e saksoj Albani. Veshit ta vriste. Albani. Shqipëria ku bi Shqipëria? Që është një pikë në hartë. Deshe Allahu i ngriti të njëri aq lart, me punën e tij, me atë që ka pasur në zemër prej sinqeritetit që ka pasur tek Allahu i madhëruar. Nahsibuhu kadhalik, kështu llogarisim dhe nuk pastrojmë askënd. Dhe hadithi është Allahu atë natë shikon të krijesat e tij dhe i fal të gjithë përveç dy personave. El mushrik wal mushahin, i dhujtarin dhe kë. El mushahin ka disa përkufizime që dietarët hadith e kanë përkufizuar. Mushahin alladhi, pra ai i cili refuzon sunetin profetik. El mushrik, i dhujtari me gjithë llojet e dhujtarisë. Si disa thonë, i dhujtari është ai i cili bën sejdë idhullit. Jo, i dhujtari është ai që ngjan horoskopin dhe thotë hyet dikojnë tek jeta ime. I dhujtari ai. A që thotë jam akrepi unë, edhe me qef madh të hap stacioni Top Channel, edhe thotë do më gjej fatin ai. Dikojnë yjet tek fati im. I dhujtari është ai i cili i var hudhrat dhe patkojnë dhe thotë do më ruajnë mua nga e keqja e syrit. I dhujtari është ai i cili thotë, s'ka gjë thotë, më ju lut njerëz të mirë, ka qenë njëri i mirë. Më ju lut profeti sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi. Më ju lut Xhibrilit, më ju lut Hoxh filanit. S'ka gjë, po si? Më çfarë syeti, më çfarë argumenti? Po këto janë njerëz të mirë. Ne dim që Allahu ka dorë, po edhe këta. Çfarë thotë kjo? Pra si shkon ke princi, thotë ke një mret. Shkon ke mretit, po nuk shkon direkt. Dhe shkosh e kush? Ka ai që është quhet veziri, ai që ndërmjetson për të futur ke salla e mretit. Po këtu ai pranon krahasimin me një princ të dynjas, një mbret të dynjas. Në rastin më të mirë po që i drejt, ky princ ose ky mbret në shumicën e rasteve janë pa drejt. Ti ke krahasuar Allahun azza wa jall me një krijesë. Dhe Allah nuk ka nevojë për çfarë, për ndërmjetësimin. Dhe sot shumë persona thonë, varet. E marrin nga ana historike. Varet njerëz të mirë. Po shihim në historinë islame, dënuruar. Po, kjo hadithin. Mallkuara i qofshin ata të cilët i morën varret e kujt? E profetëve tyre. Si vend çfarë? Vend falje. Nuk ja adhuruan, po vend falje. Për të përfshirë çdo gjë. Ti afrohesh i vendit. Qoftë vari më që është varrosur njëri më i mirë.
dhe të falesh tek ai vend me mendimin se ky vend ka një veçanti, është gabim, është rrugë për shirk. Është humbi. Dhe ky dhujtar nuk falet. Nuk është i falur këtë natë. Dhe e dyta është, që ka shumë rëndësi, është ai i cili refuzon sunetin me mendjen e tij, logjikën e tij. Menimi i thotë shumë. Rezultatet dalin kështu. Unë e kam provu. Por argumenti është shumë. Po jo orës del. E kam bërë me argument, e kam bërë këtë punë me argument, po dështova. E kam bërë pa argument dhe me provojën time dhe unë pata sukses. A pranohet kjo fe? S'pranohet. Kjo ndërmarrja vetë pranohet. Tavi ndërmarrje, ta qoj si dush, e të bëj çfarë do. Në fe nuk lejohet. Ai që refuzon sunetin me vdije, me vetdije, masi mësohet që kjo është sunet. Normalisht, ka njerëz që kanë mësohen. Me të mirë, se fakt kena pas në të rit në fillim një lloj metode jo të mirë, me ato të cilët kanë qenë pa ditur rreth sunetit, me egërsi, me ashpërsi, në emër xhelozisë. Jo. Suneti është dhe butësia, është dhe urtësia, maturia. Ti je i ëmbël, ti je asël, ti je mjalt. Ti afrohesh njerëzve nga aty ku ato duan, ti bësh drejt. Jam i njëri drejt una, s'kam frikë una, për hir të Allahut ka them sy. Që nga ndalin të gjëra. Janë abuzime në emër të fesë. Dhe i dytë që është prap një smundje jona sot, ai cili urren muslimanin pa drejt, e bojkoton. Më shumë se 3 ditë. Më shumë se 3 ditë nuk lejohet me bojkotu musliman. Për arsye dynjaje. Për arsye dynjaje nuk lejohet. Për arsye fetare atëherë shikohet sa ai është i saktë, edhe për arsye fetare. Se në emër të fesë shumë flasin, por sa i saktë është ai dhe bojkoton, vllajën e tij nuk i flet. Dhe thotë hijreti, thotë pra bojkotimi, në bojkot është e kanë bërë selefët, Sufjan al-Thauri, ka bërë filani, edhe nga të rrojnë dynjan. As nuk i din rregullat, as kushtet, as edebin, edukatën e çdo gjëje. Dhe bojkotojnë vllajën e tij. Është dashakeqës, e urren dhe i ri larg. Kjo është për shkaqeve çfarë? Që ky nuk falet, Allah na ruaj. Dhe çdo kush i bën llogari vetes, sa i drejtë është. Gjithë ne mund të gabojmë. Pra, kemi egon ton edhe i futim i kështu një mbështjellje fetare. Kena të unin ton, kemi ata që s'na lë, ai kam unë derin tim, të flasi ai i pari. Bëjmë gjëra të tilla. Dhe më i mirë kush është ai që fillon me selam. Pse ka të ditë pikërisht, më i mirë që fillon me selam. Prandaj nata 15 e muajit Shaban është natë si gjithë natët e tjera, përveç që ka këtë vlerë që Allah i madhëruar fal gjunahet të natë. Por se njeriu vepron aty ka vepruar çdo natë. Nëse ke qenë namaz, pra ke qenë që falë namaz natë, falë. Nëse ta shtosh, nuk ka problem ta shtosh. Pa menduar se shtesa në këtë natë është e veçantë. Një punë të mirë. Ose pa bërë ëmbëlsira, se disa bëjnë ëmbëlsira këtë natë. Disa festojnë këtë natë. E gjëra të tjera, hallëve ku diun. Dhe është bidat të festosh të natë ose të bësh adhurime të veçanta, dhikë të veçanta në këtë natë. Ai të mbyll ligjëratën e sotme është që mirëpritja më e mirë që ne e mirëpresim Ramazanin është pendimi. Muaji Ramazani në vetë është muaji i pendimit, muaji i ndryshimit. Në të dashur vëllezër, ne në udhëtimin ton, pra udhëtimi jon ka dy themi aspekte ose dy prizma ose dy dy drejtime. Udhëtimi që kemi si njerëz, me trup, pra si fizik, lindim, rritemi,
vjen momenti, del shpirti, vdes. Kemi udhëtimin dhe shpirtëror, imanor, tek Allahu Azza wa Jall. Shpresojmë çfarë bëjmë ne këtë? Që quhet kjo dynja, quhet mazratul akhira, quhet vend ku ne mbjellim. Për kë? Për botën tjetër. Çfarë bëjmë? Furnizohemi. Ka ardhur ajet kuranor me të fjalë, fatazawwadu, furnizoheni, fa inna khayra zadi at-taqwa. Furnizoheni se furnizimi më i mirë për ju është devotshmëria. Kur ngjon tazawwadu në arabisht thot pare. Furnizohen me pare. Prandaj ka ardhur pikërisht kjo folje. Për çfarë? Për thon, o njerëz, ajo që është tek Allahu është më e mirë për ju. Mos e qëllimi kryesor dynjaja. Mos e harroni ahiretin, mos bëhet çka kjo dynja çfarë. Të harroni fen ahiretin. Atë që ju pret përjetshëm, më e mirë dhe më ajo që qëndron. Mbet, kjo iku. Zhduket, si s'ka qenë. Kjo udhtim ka stacione, ku ne karikohemi, si e makina. Ose në bateri, karikohesh, ose fut benzin. Nga stacionet është Ramazani, ku ne mundohemi të karikojmë besimin tonë, forcojmë besim. Të afrohemi tek Allahu, po mundohemi që kjo bateri të mbesi çik më gjatë, ose të jetë e përhershme. Qëndroj këto zakonet e mia që fitojmë gjatë Ramazanit. Shumë ti fiton gjatë Ramazanit namazin e natës, që se fal zakonisht mund të tjerë. Bën khatme, një herë, 2 herë khatme, kush i bën? 3 herë, 4 herë. Paktën mbesi mund të jetë një herë. Kjo është këshillën time, Allah më falë mu dhe ju e gjithashtu. Pra, në besi zakonet e mira, kjo është qëllimi, sepse quhet medrese. Quhet medrese të Ramadan, medreseja e Ramazanit, që është edukim, skalitje. Prandaj ne dhe Shabanin thamë që është përgatitje për Ramazanin, sepse natyra njerëzore është që nuk bën gjë në moment, ndryshon ti, nga një që s'lexoi hiç Kur'an, paf, erdhi data një Ramazan, ka për Kur'anin ti një gjus nuk e lëçon. Është pa mundur, gënjen. Ai që s'lexon dhe Kur'an hiç, çdo ditë, qoftë dhe 5 faqe, nuk ka mundësi të lexojë dhe ti përmbahet asaj paktën 3-4 ditë, një gjus në ditë. Është pa mundur. Ndonjë rast, ndoshta, nuk e di. Rrallë. Prandaj vjen gradualisht. Mëso. Lexosh gjatë tërë vitit normalisht. Para ta nuk ishte vetëm Shabanin dhe Ramazanin lexosh Kur'an. Po Kur'ani me ta ishte qoftë namaz, qoftë jashtë namazit, ishte me ata gjithmonë. Po pikërisht muajin Shaban e shtonin. Pikërisht muajin Ramazan dhe më tepër. Prandaj ne kemi nevojë që besimi jon të furnizohet me devotshmëri, karikohet, forcohet. Dhe këta në momente shumë begatshme. Lehtësohet. Pra, do duhet ligjërat tjetër flasin për vlerën e Ramazanit, që hapen dyert e xhenetit, mbyllën dyert e zjarrit, lidhen shejtanët, el-marad, më të këqit, kryeneç. Mëshira Allahut është e madhe. Çdo mëngjes tret një thirrës për engjël, o ti i cili punon mirë, dëshiron të mirën, punon mirë. O ti i cili do të dëshiron të punosh të keqen, ndalu. Pra ka argumentet, dhe argumentet të meditojmë. Por do tulesh me ajet kuranor, me ajet kuranor që le për Ramazanin. Ulu. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit në cilin Allahu zbriti Kur'anin. Si zbriti? Si ishte ajo historiku i zbritjes? Si erdhi Xhibrili alayhis salam? Çfarë bën profeti sallallahu alaihi wasallam? Çfarë ndodhi më pas? Pra me kap argumente që flasin për Ramazanin, për agjërimin, për Kur'anin, meditu me to. Me qenë shkak çfarë? Që çtohet besimi jot. Dhe ky besim qëndroi pastaj sa më shumë. Dhe gjatë vitit ne kemi stacione javore, si Xumaja, kemi stacione vjetore që është haxhi ose umra kush ka mundësi. Dhe besimtari që i cili e shfrytëzon kohën më mirë. Ramazani është gjithashtu një nga mundësitë për të shfrytëzuar kohën tonë, për ta programuar kohën. E ka që mbyll ligjëratën e sotme, lutem Allahun e madhëruar të na mundsoj të arrijmë muajin e Ramazanit me shëndet dhe iman. Dhe lutem Allahun e madhëruar të na japë sukses ta përfundojmë muajin e Ramazanit me agjërim dhe namaz dhe lexim Kur'anit dhe punë të mira. Lutem Allahun e madhëruar gjithashtu të na bëj për atyre që punët e tyre janë të pranuara tek ai. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.